Të nderuar shikues, rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin e ditës, të ftuarin apo temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do të vazhdojmë të flasim për sukseset e të rinjve tanë dhe sot në studion tonë kemi gjithashtu një djalë të ri të talentuar me të cilin do të flasim sigurisht për sukseset e tij, të arriturat e tij, sfidat e kështu me radhë. Ndërsa që të kemi sot në studio Valton Muharemin. Përshëndetje Valton, mirë se na erdhe. Përshëndetje gjithashtu dhe ju. Faleminderit shumë që na ke nderuar, që ke ndarë kohë nga dita jote që sot t'jesh pjesë e emisionit tonë. Patjetër. Unë të prezantova si Valton Muharemi, por e kemi kështu si traditë në emision, pak flasim për biografinë e të ftuarve, pra një letër njoftim të shkurtër për ty. Sigurisht. Unë quhem Valton Muharemi, jam 19 vjeç, kam përfunduar gjimnazin e përgjithshëm Kiril Peqinović Tetov, falë Zotit me një sukses të shkëlqyeshëm. Jam po ashtu aktivist dhe vullnetar përpas shkollës në cilën e kam realizuar, kam marrë pjesë edhe një numër të madh të aktiviteteve. Dhe mendoj se jam me të vërtet i lumtur që sot erdhi dita që të prezantoj punën time që kam arritur ta realizoj deri sot. Sigurisht t'i shpelosim sukseset dhe të arriturat e të rijve tanë, kjo është në fakt një mision jon. Përveç që ke mbaruar gjimnazin, nuk folëm për hobin apo pasionin cilin ti e ke. Cili është hobi yt? Hobi im i preferuar i cili ka qenë prej në fëmirisht e karateja. Ajo ishte diçka rastësi, pasi që mund të thuhet edhe si shkaktar kryesar, normali kanë qenë edhe prindët. Veçanërisht mund ta përmendi mamin tim, e cila tepër insistoi që unë të merrem me këtë sport, dhe më tha, Valton, unë do të çojmë një sport ku ti jo të bëhesh luftarak, por të kesësh atë disiplinën dhe përpas disiplinës të kesh edhe vetmbrojtjen dhe të jesh një djalë i kompletuar ashtu siç duhet edhe me një sport siç ishte karateja. Ndërka që dhe ty të pëlqente ky sport? Patjetër. Normalisht ajo domethënë gjatë ushtrimeve, gjatë stërvitjeve, në fillim si fillestar, kur ne mësonim hapat e parë të karates, nga trejneri im, i cilin e përshëndes profesor Ylber Recepin, i cili me përkushtim të madh nga fillimi e deri më tani, gati 10 vite, arriti që sot të nxjerr dhe vazhdon të nxjerr shembull të nxënësve nga puna e tij e paloçme. Shumë e bukur na gëzon ky fakt që ke arritur suksese në drejtimin të cilin ti e ke pasur si pasion apo si hobi dhe sigurisht që ke pasur përkrahjen e familjarëve, konkretisht të nënës tënde. Dhe pastaj fillove domethënë të merresh me këtë sport, ke pasur suksese, ke marrë pjesë në shumë gara, mirënjohje pafund e kështu me radhë. Po, patjetër, përpos ushtrimeve të cilat i banim në klubin e karates Shkumbini, ne kemi marrë pjesë edhe në për gara të ndryshme, në për seminare të ndryshme. Por treneri gjithmonë na thoshte, gara nuk është gjithmonë mos u mërzitni edhe nëse merrni një humbje, apo nëse dështoni, sepse prej dështimit normalisht mëson. Unë kam arritur sot të bëhem karatist, mirë po, nuk kam qenë gjithmonë i përsosur, sepse asnjë sportist deri sot në cilin ka dalë, nuk ka qenë i përsost, apo nuk ka dalë shembull. Gjithmonë është bërë dikushi nga një humbje, nga një dështim. Megjithatë, pjesëmarrja në shumë gara është shumë e rëndësishme, pra të marrësh pjesë në çfarëdo lloj garash është shumë e rëndësishme. Përveç hobit tënd që kishe sportin e karates, gjithashtu e di që e don shumë edhe gjuhën frënge. Je edhe pjesëtar apo antar i Aleancës Franceze. Fillimisht mund të flasim për suksese që ke arritur me gjuhën frënge apo me Aleancën. Për gjuhën frënge është pak të thuhet, mirë po do ta kompletoj me disa fjalë. Frëngjishtja lindi nga shkolla fillore, nga klasa e 6, e cilën e kishin një lëndë të re, edhe në fillim si gjuhë më duk pak interesante, dhe më lindi përshtypjen se kjo gjuhë me të vërtet më pëlqeu dhe desha që përveç njohurive në cilën kishim 2 herë në javë në shkollë, të mësoj edhe pak më gjerësisht rreth
kulturës, gjuhës, apo mënyrën e studimit të gjuhës frenge. Dhe duke kërkuar rastisht u takova me profesoreshën zonjën Mimosa Ceka, e cila përveç gjuhës në cilën na mësonte, ajo po ashtu na mundsoi që ne edhe të shohim botën, të kuptojmë rreth frankofonisë, të jemi frankofilë dhe po ashtu të kuptojmë edhe më ngushtë botën e frankofonisë apo franceze. Të pëlqen domethënë gjuha frenge. Tani kur fillove ta mësohesh, ishte ashtu e bukur si që mendoje? Shumë patjetër. Normalisht çdo fillim është pak i vështirë, mirë po profesoresha gjithmonë na thoshte, nuk mund normalisht se në fillimi ishte pak i vështirë, por me kalimin e kohës, duke mësuar, duke nëpërmjet lojrave të ndryshme, nëpërmjet buzëqeshjes, nëpërmjet shakave, edhe ne filluam që të më dukej edhe më e lehtë. Cilat janë aktivitetet me cilat ke marrë pjesë në Aleancën Franceze? Ne kemi marrë një numër të madh të aktiviteteve. Mund të përmendim aktivitetet të cilat kemi ndjekur në Kavadarës, gjithësisht Mihajlovo, ku bëm një numër të madh të aktiviteteve dhe nga pronari i hotelit u shpërbliem me nga diplomë, pasi që tha në një gjuhë, në këtë gjuhë në cilën ju e trashëgoni, është ngeli shumë manitës nga punën në cilën ne realizuam përgjatë një jave. Po ashtu kemi marrë pjesë edhe në për aktivitetet të ndryshme, ku kemi qenë edhe në Francë, gjithësisht në Paris, ku atje realizuam edhe aktivitetet të shumta edhe me shumë francez, zviceranë, apo edhe gjithë komunitetet tjera. Po. Domethënë ke fituar përvoja të reja. Shumë, me të vërtet ishte një periudhe shkurt, do thot, mirë po, gjatë kësaj periudhe ne krijuam një histori të borshme e cila do të mbahet mend gjatë tërë jetës. Po dhe si grup keni pasur edhe shumë suksese, besoj, në Aleancën Franceze? Po, normalisht ne kemi marrë pjesë edhe në provimin në cilën u shpërbliem nga një diplomë ndërkombëtare, cila njihet ndërkombëtarisht, jo vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe në tërë Evropën, diplomën e Delfit, e cila besoj që në të ardhmen sot fakt të na ndihmoj për zhvillim, avancim. Por ana e diplomës është thjesht një karton, mund të thuhet. Mjafton që njohuria është mbi të gjitha. Kur ke njohuri, diploma është thjesht një figurë e thjeshtë. Po, megjithatë dituria është ajo njohuria, përvoja që krijohet është shumë e rëndësishme dhe ti e ke fituar këtë përvojë dhe ky është suksesi më i madh, qoftë në karate, qoftë në gjuhën frange apo në atë që dëshiron ta vazhdosh edhe në të ardhmen. Sa i sheh të rinj tan aktiv, Valton? Ti për shembull ke marrë pjesë në shumë aktivitete, ke pasur shumë suksese, shumë arritje dhe kjo ka qenë nga ajo që ti ke qenë shumë aktive dhe ke pasur vullnet për të punuar dhe për të ushtruar. Sa të rinj tan janë aktiv? Si i sheh ti? Mendoj se mesatarisht. Ka prej atyre të cilët duan të arrijnë, por ka prej atyre të cilët nuk kanë vullnet. Por mendoj se shkaktar kryesor janë edhe prindët. Prindët pasi që prindi është shtylla kryesore në cilën domethënë duhet t'i shtyjë fëmijët, t'u mësoj fëmijëve rrugën e drejtë. Ne po shohim se në kohët e sotit përdorimi i telefonave i ka bërë fëmijët të mbarur dhe besoj se do të ishte shumë e mirë sot e pak që mund të dajnë kohën fëmijët të merren me një sport i cili domethënë do të stërvitet sot e pak, do të lodhet, mirë po në të ardhmen kur do të rritet do ta kuptoj se me të vërtet do të jetë shumë falënderues ndaj prindit, ndaj prindërve të vet,
të cilët domethënë ka arritur sukseset në përgjithësi. Në jetë, po. Megjithatë, kur jemi te leximi, ti vazhdon lexon shumë? Mesatë tash deri më tani nuk kam pasur shumë kohë të lexoj, mirë po tani gjatë kësaj periudhe kohore jam duke lexuar disa libra. Libri në cilën jam të lexuar është Krim dhe ndëshkim, apo më interesojnë më shumë librat të cilët kanë të bëjnë më shumë me ligjet, me drejtësinë. Po ashtu edhe librat aventurier. Përmendje drejtësinë, dëshiron të vazhdosh për drejtësi të studiosh apo jo? Nuk e kam menduar një herë, mirë po thjesht domethënë kuptimi i librave misterios më pëlqen tepër, domethënë gjatë analizave, gjatë procedurave. Të bën më kurioz që ta dish pjesën enigmatike, ndoshta misterioze. Përmendëm leximin, prandaj edhe e bëra këtë pyetje sepse të rit dhe leximi, pikërisht sa më shumë të lexojnë të rit tan, aq më të mirë do ta kemi edhe shoqërinë tonë nesër. Prandaj pikërisht e bëra edhe këtë pyetje dhe të gjithë të rive u bëjnë emision sepse leximi është ajo arma më e mirë e çdo të riu për të arritur suksese në jetë. Cili ishte mesazhi që kishte për të rinjët tan? Çfarë mesazhi do t'ju jepje? Gjithmonë mesazhi për të rinjtë do të ishte se gjithmonë duhet të guxojmë. Pavarësisht çdo vështirësie, çdo pengesë në jetë, mund të arrihet gjithçka me forcë, me përkushtim dhe punë, dhe punë mund të arrish edhe atë në cilën edhe nuk e ke menduar, sepse suksesi nuk është i lehtë. Mirë po, normalisht se duhet të kalosh në për vështirësi. Dhe ato vështirësi janë të lodhshme, kërkojnë sakrificë, kërkojnë mund, kërkojnë përkushtim. Mirë po, kur ta mendosh fitaren dhe suksesi, ajo është gëzimi më i madh jo vetëm për veten, por edhe për familjen dhe për gjithë shoqërinë në përgjithësi. Ti sukseset e tua të deri tanishme kujt do t'ja kishe dedikuar? Pra kë do kishe falenderuar për në fund publikisht që t'ka përkrahur deri më tani? Në pikë të parë falenderoj familjen time, veçanërisht prindët e mi, babin dhe mamin, të cilët gjithmonë më kanë eduku, më kanë mësu dhe asnjëherë nuk do të ndalem që dhe gjithmonë do t'i bëj krenar, të cilët më kanë sjell këtu ku jam sot dhe do të mundohem që unë t'i përfaqësoj sadopak me punën në cilën e bëj. Sigurisht do jam shumë e bindur që do të kesh suksese në rrugëtimin tënd, ashtu siç ke filluar në këto hapa të parë të cilët ke nisur. Unë të falenderoj shumë Valton që ishe pjesë e emisionit tonë dhe të mirpresim sërish në emisione të tjera për të folur për suksese tjera. Sigurisht. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, ishte pra dhe kjo pjesa me të ftuarin për ditën e sotme. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.